Ndërsa tetori po shënon ditët e fundit të tij, flukset turistike në qytetin e Durrësit vijojnë të jenë të konsiderueshme. Zgjatja e sezonit deri në fund të muajit tetor dhe më tej është një realitet i prekshëm në qytetin që deri para pak vitesh kishte gjallëri vetëm gjatë muajve të verës. Për kryetarin e dhomës së tregtisë dhe industrisë Durrës, Nerita Ngolia, sezoni i këtij viti ka qenë i suksesshëm dhe kjo është reflektuar drejt për drejt në rritjen e xhiros për sektor si hoteleria, gastronomia, tregtia dhe shërbimet. Ka qenë në përgjithësi një sezon i suksesshëm. Po të shikojmë, Durrësi ka përmirësuar goxha. Durrësi si çdo në veçanti qytet tjetër ka përmirësuar në cilësi, në shërbim dhe në gjitha aspektet që realisht i kërkon turizmi dhe i kërkon një qytet sikurse është Durrësi. Durrësi vijon ta mbajë kurorën e kryeqytetit shqiptar të turizmit dhe kjo e ka një arsye mjaft të fortë, raportin e drejtë dhe të mirë mes cilësisë dhe shërbimit që ofrohet. Dhe në këtë aspekt, merita e bizneseve durrësake është e padiskutueshme. Bizneset e Durrësit kanë një ndryshim rrënjësor dhe jo pse jemi në Durrës, por të jemi të sinqert, Durrësi shërben më mirë nga çdo qytet turistik i këtij vendi. Qyteti 3000 vjeçar nuk vizitohet më vetëm për vijën bregdetare, por interesimi i turistëve është mjaft i madh për turizmin kulturor. Dhe pikërisht këtu e vë theksin dhe kreu i dhomës së tregtisë Durrës, i cili kërkon një shfrytëzim më të mirë të gjithë potencialit të trashëgimisë kulturore të qytetit. Nuk duhet ta mendojmë që Durrësi punon vetëm 4 muaj. Durrësin duhet ta kthejmë një turizëm 12 mujor, vjetor. Është shumë e rëndësishëm që të prekim dhe jo vetëm turizmin e detit, që ne e citojmë që themi kemi një turizëm veror për 3 muajt e verës sepse kemi plazhe. Për vitin 2026, prioriteti i dhomës së tregtisë dhe industrisë Durrës do të jetë forcimi i partneritetit me bizneset dhe autoritetet vendore për të ndërtuar një model zhvillimi që e bën Durrësin një destinacion turistik gjithvjetor.